Pastaj bën dua dhe për të afërmit. E që kur me ditë kur ke bërë dua për dikonin që e ke afër. Spaku për vllaun, për motrën, të i ki ma të afër, por dhe për akrabane të afërmit, të kusherit, edhe ata kanë dua. Bën dua që të udhëzohen, që të drejtohen, që të kthehen në rrugë të Allahut. Bën dua për ata që kanë vdekur, që Allahu t'i mëshiroj. Andaj, mos prito të bën dua. Thuaj o Allahu gjithë mëshirshëm, mëshirploti, të lutem me zemër të përullur për të gjithë të afërmit të rinj, të gjallë dhe të vdekur. Drejqoj i zemrat e tyre me dritën tënde, udhëzoj në rrugë të drejtë, forcoj në besim dhe ruaj nga çdo e keqe. Kurse për të afërmit, ata që kanë ndruar jetë, thuaj o Zot, falja mëkatet e tyre, lehtësoj varin dhe i bashko ata në mëshirën tënde dhe të jenë në xhenetet e tua të larta. Bëni kësini dua se nuk kushton. E ti nëse bën dua, me lazët të kthejnë me dua, ashtu si tha Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam.